Çmimi 11 tetori është mirënjohja më e lartë që jepet paralitje jetësore në fushën e shkencës, artit, ekonomisë dhe aktivitetet e tjera me interes publik. Fituesja e si vjetme e këtij çmimi prestigjioz është aktoria e mirënjohur Tejkuta Ajdini Jegeni dhe jo rastësisht. Ajo ka interpretuar në mënyrë briljante shumë role kryesore si në dramaturgjinë vendase ashtu edhe ndërkombëtare. Përveç skenës së teatrit, ajo ka qenë pjesë e serialeve televizive të botës së filmit, duke krijuar një karrierë shumë të pasur, shumë dimensionale. E sot, në ritmin e ditës, kam kënaqësinë më të madhe ta kem në studio për të ndarë me ne emisionet e këtij çmimi, por edhe rrugëtimin e gjatë, plot sfida, pasion dhe shumë emocione. Zonja Tejkuta, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Ky është çmim padyshim një kulm karriere. Çka do të thotë për juve? Është një satisfaksion, vërtet. Më bëri të ndjem mirë sepse rrugtimi im është shumë i gjatë në këtë profesion dhe kur urrëzohet me diçka të tillë në një nivel shtetëror i madh, vërtet më bën krenare dhe dëshiroj që të gjithë të tjerët të cilët kanë vlerat e veta dhe të cilët të luftojnë për ta marrë, sepse ne jemi këtu dhe na takojnë ato çmime. Ne punojmë, japim shpirtin dhe prandaj edhe në fund e mendova rrallë marrim, por është dashur shumë njerëz të tjerë ta marrin dhe unë mua dedikoj të gjithë atyre që e kanë merituar. Kjo më bëri përshtypje dedikimi juaj. Edhe e kanë merituar dhe kur nuk e kanë marrë. Ndoshta të tjerët do marrin një shembull nga unë, do luftojnë pak edhe për këtë. Se ne shpeshherë ne dim, ne shqiptarët them, dim edhe të mos kërkojmë nëpër institucionet gjërat që ne na takojnë. Do shta nga frika, zonja Tejkuta? Por nuk e di pse duhet të kemi frikë. Ne jemi në shtetin tonë. Dhe ne nuk duhet të kemi asnjëherë frikë. Mua më refuzuan disa vite, po jama në fund nuk rezistuan. Do me thënë konsistenca. Duhet të jemi këtu, të jemi sy hapur dhe të vazhdojmë të kërkojmë ajo që na takon. Sepse në mesin tonë ka njerëz me shumë vlera. Kemi artistët të jashtëzakonshëm që duhet të përkrahen dhe duhet të kenë mbështetje. Unë për fat të mirë edhe kisha mbështetje, ma vlerësuan punën, po shpresoj të jem një shembull për tjerët dhe të kërkojnë ajo që u takon. E thatë se keni aplikuar disa vite, e besua se si këtë vit është ai viti ku do e kuptojnë se çfarë gabime kanë bërë vitet e kaluara? Po nëse ti nuk hek dorë nga diçka që vërtet mendon se e meriton, ajo vënon, por nuk haron. E vërtet. Kjo është fjalë e urtë të cilën ne e përdorim edhe në Unë përdor fjalë të urta. I përdor shpesh se më ka ngelur nga nana ime. Ajo gjithçka kështu i shndron ato dhe ato janë shumë të bukura. Janë pasuri e shqiptarëve. Shumë kanë të bëjnë me përditshmërinë, me jetën tonë, jashtëzakonisht shumë. Unë shpesh edhe më je ngulitur në kokë dhe i përdori. I përdori për të ngelur nga për të ngelur të një moshë tjetër. Do shta dhe ju për t'i trashëguar të dikush, pse jo? Jam trashëguar nga nana. Edhe ju për t'i lënë Po, për t'i lënë trashëgimin nga të tjerët. Zonja Tejkuta thonë se suksesi nuk vjen rastësisht. Gjithashtu nuk e ke zgjedhur rastësisht aktrimin, e ke ndjekur këtë rrugë duke ecur mbi hapat e prindit. A të ka ndihmuar trashëgimia familjare dhe talenti që vjen nga gjaku për t'u bërë aktoria që jeni sot? Po, unë mendoj se trashëgimia është elementi i parë, i cili të përcjell. Se ne jemi 3 fëmijë dhe asnjëri nga ata nuk trashëgoi atë gjendë atë talent të babait. Ndërsa te unë që e vogël ai e hasi këtë talent dhe punonte në aspektin që dhe kishte dëshirë shumë që unë të bëhem aktore. Ne ndryshojmë fëmijët, me siguri, jemi nga 2 prind, dhe dikush andej dhe dikush këndej. Ai gjithmonë më përkrahte dhe sikur më la një amanet që të bëhem. Dhe unë kisha edhe pak më të fuqishme, të mos ndryshoj rrugën dhe kahjen të cilën ai dëshironte. Dhe prandaj edhe me shumë përkushtime kam bërë dhe shumë dëshirë dhe dashuri. Ju jeni aktoria e parë shqiptare e diplomuar. A keni hasur paragjykime në fillimet e tuaja? Paragjykime. Vështërsi, sfida? Të them të drejtën,
Të gjithë flasim nga vetja një herë nisim. Unë nuk i kam ndjerë. Nuk i kam ndjerë, sepse kam qenë rrethuar me familjen e cila shumë i dashuron të artin. Ishte e njohur me të. Rrethin e kisha të tillë që po e njoh edhe një rreth tjetër, kur jam gjendur në një rreth që nuk e bënte përshtypje kjo se çfarë jem, ose na krahasoshin me diçka tjetër, por nuk më bënte përshtypje, po. Prandaj edhe ishte dëshira ime që në këtë profesion të mos jem një teut me një arsimim të ulët, po të jem vërtet fuqishëm, edhe prandaj u regjistrova në Fakultetin e Arteve Dramatike. Pa menduar fare se nuk do të pranohem. Vetbesimin mbi një vetë? Vetbesimin e kisha të plot, dhe njeriu kur ka vetbesim në një gjë që mund ta bëj, ai do ta bëj. E vërtet. Kjo është më vërtet. Prandaj nuk duhet humbur, së pari vjen nga familja ajo. Rrethin pak a shumë duhet ndëgjuar. Po nëse në familje dikush ta jep vetbesimin dhe të jep përkrahjen, jem e sigurt se gjithçka të shkojë mirë. Do shkon ashtu siç duhet. Juve karrierën e nisët në vitin 1986 pikërisht në teatrin e Shkupit, pastaj u shpërngulët pak në Prishtinë për të rikthyer përsëri në Shkup. Nëse do duhet të zgjidhje, ku ndihesh më rehat? Rehat. Përsëri do ta them, unë shkëputjen, domethënë 86-ën kam diplomuar. Gjatë studimeve kam qenë shumë aktive në teatrin tonë, sepse kam qenë edhe bursiste e teatrit. Që atëherë? Që atëherë, po. Edhe ka qenë rolet shumë të bukura, edhe vetbesimi aty u rikthyte unë, edhe ishte paralelisht me një shkollë të cilën unë e boja dhe pjekurin që mirja në teatr. Sigurisht të ndihmon shumë, po. Më ndihmoj shumë. Dhe ishin disa rrethana private të cilat ishte pa tjetërsueshme të shkoj në Prishtinë. Kisha një lidhje me bashortin tim të tanishëm dhe ai ishte mjek. Dhe në atë kohë nuk mund të imagjinoheshte që një mjek shqiptar të punësohet në Shkup. Dhe ishte kjo arsyeja dhe atje me duar shumë të hapura më pritën dhe u detyrova të shkoj në Prishtinë. Atje punova gati 3 vite. Dhe nuk ndjeva ndonjë ndallim. Nuk u ndjeve si e huaj? Jo, skena është e çuditshme, skena të vën për vete kudo që të jesh. E njeh skena ashtu siç çfarë do lloj skene tjetër të jetë. Njerëzit shumë bukur më pranuan. Atje bile kishte edhe disa zënka mes femrave të çuditshme. Po unë nuk i hasa. Ndoshta e kisha në vete atë aftësinë për të mbrojtur dhe për t'ju dhamë pak dashuri që të mund të jenë. I ke hipnotizuar. Ja, e kam, nuk mund të them se nuk e kam atë. Dhe më besoni se kisha shumë përkrahje edhe nga ata dhe pas një konflikt, po erdhi një kohë shumë e vështirë, erdhi koha e tranzicionit, erdhi koha e luftës, dhe u desh që unë përsëri të rikthehem këtu. U hapën shumë dyrë edhe këtu për ne dhe për mjekët. Dhe ja që fati u buzëqeshi. Po, dashuria ime është të jem këtu dhe t'i japi kulturën shqiptare. Nuk keni gabuar sepse na keni bën neve krenar. Jo, Maqedonia ka nevojë për kulturë, Maqedonia ka nevojë për njerëz me vlera. Disi tani e ndjej se vërtet duhet të bëjmë diçka më shumë për ta ringritur dhe për t'i dhënë më shumë kulturës shqiptare. Një lule nuk e hap pranverë, po ne të gjithë duhet bashkarisht, edhe subjekteve politike po ja sugjeroj këtë, se ndëgjojmë gjithçka, kur vjen puna për kulturën, flasin shumë pak. E mua më dhem kjo gjë. Me kulturë, ne do të arrijmë edhe një pjekuri tjetër politikane. Të politikës. Unë mendoj se me kulturë mund të na njeh bota, duke parë vajzat tona shqiptare që askush nuk pyet a janë shqiptare, po janë bë yje ndërkombëtare, kështu që vetëm kultura mund depërton aty ku nuk mund depërton asgjë tjetër. Kultura është gjëja më e lirë. Po. E ka thënë një regjisor dhe do ta përsërisi përsëri. Dhe shumë më pëlqen kjo. Kultura është tepër e lirë, po është i shtrenjtë një popull i pakulturuar. E vërtet. Sepse nuk e di sa do të kushton.
një popull pa kulturë, një popull pa kulturë mund të çon në një endek të panjohur që as nuk e paramendon dot. Edhe nuk e paramendon dot dhe ne duhet të punojmë bashkërisht për këtë gjë. Do kthejmë pak tek një film. Vera ëndron detin. Të detyroj të mësosh gjuhën e shenjave e këtë ti e bëre vetëm për 6 muaj. Dhe e ke thënë shumë herë, filmi padyshim të solli famë ndërkombëtare të ndëruar mbi 20 festivale ndërkombëtare, 8 çmime të rëndësishme, përfshir edhe 2 në Bienalen e Venecias dhe filmi më i mirë në festivalin e Tokios. Janë ëndër e çdo aktori. Për sa ka ndikuar Vera tek Teuta si aktore, po më tepër si një njeri? Vërtet ky ishte një kulm, se në kinematografi më mirë dhe më afër publiku dhe më shumë fillon të njeh. Po. Teatri është më i vogël në atë aspekt për njohjen dhe për meritat që ti ke dhe mund të vazhdosh edhe. Sepse është numri i kufizuar i publikut dhe nevoja në vendin tonë për ta konsumuar teatrin. E Vera ndërkombëtarisht pati një sukses, për rrugtimin e filmit ishte jashtëzakonisht i fuqishëm. E nisëm premierën botërore në Venecia dhe pastaj pati një rrugtim jashtëzakonisht të gjatë. Unë them 20, po janë shumë më shumë. Ndoshta edhe më shumë, po. Po, kam diçka në vete që gjithnjë i minimizoj sendet. Për dallim nga të tjerë që gjithmonë i zmadhojnë, juve i minimizojnë. Po, ata janë shumë çmime. Çmim kur morëm edhe në Beograd, dua ta theksoj këtë, për çmim për filmin më të mirë. Morëm në Athinë, në Göteborg, në Suedi. Nuk ka vend që s'keni marrë nga një çmim. Jo, në Gjermani disa çmime, në Amerikë kishim çmime. Edhe në Tokyo. Tokyo ishte Grand Prix, do me thënë ishte, a është ndër festivalet shumë të vjetra, po. Dhe ne s'patëm fat që të mbrim atje, po sepse ishte problematike puna e vizave dhe shpejtësia e filmit, shpejtësia e lajmit që kemi marrë, po megjithatë na bën shumë krenare. Dhe Vera më dha një vetbesim krejtësisht tjetër në këtë pjekurinë time që kam dhe që posedoj tash me vite, më bëri edhe më me vetbesim. Verës, unë sa i dhash i mora. Sepse në fillimet e mia, kur lexova skenarin, unë aty e pash me njerë Teutën. Gjeta veten aty, jo vetëm unë. Po ta lexosh do ta gjesh edhe ti. Edhe çdo, se është një grua universale, është një grua të cilën hasë në vete problemet e përditshmërisë, hasë në vete problemet që ne na rrethojnë vazhdimisht dhe natyra e saj më bëri për vete, një natyrë që ja dhash të gjitha ngjyrat e mia, ja dhash format të gjitha dhe doli e suksesshme. Doli dhe gjithnjë thoja, pa mundun me këtë film, mund të shkeli një tapet të kuqa, dhe qeshja. Pa e ditur se kështu ishte. E keni manifestuar? Pa e kam thënë gjithmonë se do të shkeli, dhe do të vazhdoj. E manifestoj. Nuk më besoj shumë në manifestime. Kur vetbesimi i plotë. Vetëm ashtu mund të arrini, zonja Teuta, asgjë pa vetbesim, qofse ne nuk kemi besim në vete, askush nuk do ta shefat. Po. Edhe pa punë nuk arrihet. Normal. Vetbesim zakonisht kanë ata që e din veten, po. Ka pas ndonjë sfidë që e keni përjetuar në ndonjë moment që ju ka testuar juve emocionalisht, po edhe profesionalisht? Në përgjithësi flisni apo po te Vera? Te Vera ishte kjo që ju përmendet në përgjithësi. Në përgjithësi. Te Vera ishte vërtet pak kjo diskutabile puna juaj shenjave. 6 muaj ta mësoni? 6 muaj, pa nuk ishte e përditshme, po unë
Ne e shofim si pak, jo e shifim si shumë. Ishte shumë sepse aq kishim kohë të takohemi me profesoreshën që dua ta përshëndesi, ajo është e punësuar edhe këtu në televizionin, Marja Bashevska Stojanovska. E përshëndesim se më dha një kënaqësi të veçantë. Unë e dua këtë gjuhë dhe e njohi pak. E njohi nga sa afërmi sepse kam hallën e cila flet në këtë gjuhë të shenjave. Edhe më shumë e keni ndjej, po, pra. Edhe e ndjeva tepër, e ndjeva se ishte kënaqësi kur e mësoja. E mësoja, po ishte problematike sepse gjuha shqipe ndryshon nga gjuha maqedonishte në rënditjen e saj, dhe unë me aftësitë e mia i bëja ato ndryshimet si vinë me radhë, dhe pikërisht ajo kishte durim për këtë gjë dhe ishte një person i jashtëzakonshëm. Me kënaqësi mësova dhe i dhash një epitet se kjo vërtet është gjuha e shenjave, po unë do të thoja është gjuha e shpirtit më shumë. Flet shpirti aty. Nga shpirti të jep ato shenjat t'i bëjsh edhe t'i flasësh edhe t'i bëjsh. Me njëherë u futët në atë rolin. Po, u futa dhe e doja. Sfida në përgjithësi. Po, në shumë raste kam pasur dhe kam hasur se do t'i njofish gjërat mirë për rreth. Nuk mundesh ti të luash një rol pa e njohur një rrethan që të jipet në moment. Ndoshta tani për momentin nuk më kujtohen se ato janë shumë, po kanë qenë të shumta dhe i keni përballuar me shumë. I kam përballuar me dashuri. Dashuri, po, me dashuri. Thonë se rolet t'i ndash është si kur t'i ndash fëmijët. Ashtu të paktën e thonë artistët. Gjithmonë ka një rol që mbetet në zemër, në kujtes. Ashtë për ju kjo vera, apo ndonjë rol tjetër? Jo, nuk është vera. Okej. Mirë që e bëna këtë pyetje pra. Mirë që e bëna, nuk është vetëm vera. Vera është kulminacioni tani që është më i riu, se megjithëse pas asaj kam edhe shumë suksese tjera në teatr. Është Ricardi që më pëlqen shumë jashtëzakonisht një rol aty, që e luaj mbretneshën. Është Macbethi që e kam luajtur Lady Macbethin. Gjithmonë role të Shakespeare-i, po është reganat e përsërit e Shakespeare-i, se ta janë sfiduse, rolet i dhe janë një mundësi që mund t'i marrish në një kohë të saktuar, sepse Shakespeare-i ka role edhe për mosh pak më të madhore dhe më të re. Më kam betur peng se se kam luajtur Ofelia. Do me thonë kjo është se doja t'ju pyes a ka ndonjë rol? Ofelia që nga... Ofelia nuk e di më çfarë thana u bote ne, po nuk e di sepse ose e di dhe nuk do ta flas tani. Nuk mundaj çmim. Flasim për çmime. Ai rol. Çmime, ai rol, po. Po, me gjithatë, më dha mundësia më vonë të luaj diçka që Shakespeare është gjithmonë shumë sfidus për ne aktorët. Zonja Teuta, një sekret i cili është, të cilin do e shpalosni, si e keni ruajtur pasionin pas shumë viteve, karrierë, ende, sepse ju shoh që flisni me shumë pasion, me shumë dashuri, çdo detaj e dini që nga fillimi deri tani. Cili është pasioni juaj dhe dua nëpërmjet jush një mesazh drejt vajzave të reja, të cilat duan të merren me këtë punë profesionalisht dhe të arrijnë një karrierë goxha të ngjeshur siç e keni ju. Aktrimi është profesion që don disiplinë, don dashuri dhe don përkushtim. Nëse këto tre elemente vazhdosh t'i përsërisësh në vete dhe të gjitha t'i mbash dhe të gjithë të tjera, se ne jemi jo vetëm aktore, jemi edhe bashorte, jemi edhe nëna. Nëna, jeni shoqe, po jeni vajza. Po unë do t'ju them se të gjitha mund të arrijen, po t'ja mbajsh këtë drejtim. Duhet mbajtur fort në këto tre shtylla. Duhet ditur se me çka duhet të marrish, duhet dashur. Nuk është materializmi gjithmonë, sepse ai vjen edhe shkon. Tani gjithçka është materializuar. Po, edhe kjo është për fat të keq, një gjë që ju bën keq të rejave. Këto janë tre shtyllat dhe dashurin më së shumti. Unë e kam pasur të ngulitur në kokë gjithmonë dhe e dua
dhe do të vazhdoj derisa të kem fuqi. Nëse e keni mundësin t'i drejtoheni asaj vajzës së re në vitin 1986, të utës ati viti, çfarë do t'i thoni sot? Do t'i them se jem po e njëjta me të njëjtin pasion. Dhe vazhdo kështu? Po. Kam pasur edhe momente shumë të vështira të jetës, ku është dashur të shkëputem nga teatri. Po ata i kam përballuar shumë keq. Është dashur të iki në Dibër të jetoj në një provincë, sepse nuk kisha punë këtu për bashortin tim, të cilët u lidhëm dhe kisha një fëmijë. Është dashur të qaj ne të tëra, se unë nuk mund të luaj, e shifja do sukseset të disa të tjerëve aktorë, qofshin ato botrorë ose të këtu të vendit. Qaja me zë kur dikur mirëte Oscarin, edhe unë i shikoja ato, dhe thëja edhe unë do t'a luja këta, edhe me zë. Më hipeshte mundësia të bëhem një drejtoresh në një pallat kulture, në një provincë, edhe me shumë siguri. Edhe unë u jetnohesha. Unë nuk e dua atë profesion, unë nuk jam për drejtoresh, unë e dua aktrimin. Do të keni qëndruar stoikisht? Refuzoja se dikush tani kujton se bëhet një drejtoresh, ti nuk mund të qerasësh me një post. Pa. Ti kur të shkosh në atë post, duhet vërtet me shumë dashuri të bësh diçka dhe të lesh gjurmë. Të lesh gjurmë. Nuk më kënaqte ajo mua, sepse nuk dija se çfarë do të bëj, ndoshta do të kontribuoja për një moment. Po do të më bënte pengesë në vazhdimin tim. Unë e dija se do të rikthehem. E dija se do të bëj gjithçka që të vazhdoj të jem këtu në teatr dhe t'i japi teatrit. Po. Ashtu që do t'i thoja asaj vajzës të qëndron me këmbët fort në dëshirën që ajo ka, në pasionin ajo që ka dhe në dashurin që ajo ka. Dhe do jetë një ditë në tapetin e kuq? Jo, do t'arije po. Sigurisht do t'arije. Zënja Teuta, një pyetje për në fund që më duhet mendimi juaj shumë. Çfarë mungon ende që arti ynë të merr vëmendjen dhe përkrahjen që e meriton? E tham edhe në fillim, ashtu e filluam që ka shumë aktorë të cilët nuk kanë arritur të marrin çmimet e merituara. Çfarë mungon? Nuk është shumë problemi të ne aktorët e te njerëzit e kulturës që miren me artë. Jo flasë në përgjithësi, që ka mungon të ne si popullat? Si popullat. Ju kisha thënë të gjithve se një bilet teatri është shumë e lirë. Pa të kënaqësi që do ta marrin në teatr është shumë e madhe. Është tepër e madhe dhe e jani në teatr, e janë i merreni kënaqësinë, edukoni breza, se aty është vendi ku ne kritikojmë, flasim me zë, dhe gjithmonë një mesazh të bukur do ta mirni dhe do ta arrini. Na mungon të ardhuna. Po. Të ardhuna për të bërë ne më shumë projekte, për të kanalizuar ato në vend të duhur, jo gjithkund, se nuk mund të qerasësh me art. Qerasë njerëzit duhet ta meritojnë. E vërtet. Ne shpesher dim t'i çojmë mjetet dikund ku jepet një çfaqje dhe anulohet, zhduket, sepse ajo nuk vazhdon edhe të përkrahet. Po, të përkrahet vazhdimisht, se ajo duhet mbajtur gjallë. Gjithmonë në buxhetin kulturor diçka shkurtohet e parat e kultura. Thash se ne na bën shumë dëm, po më së shumti i bën popullatës dëm. Se nuk mund t'i ofrojmë shumë. Ne pasionin do ta mbajmë, po nuk është e mjaftueshme. Po. Zënja Teuta, ju faleminderit shumë. Edhe një herë ju urojmë për këtë çmim. Ne shpresojmë që t'ju kemi në studio edhe për tapetin e kuq, ashtu siç e tham, dhe do e manifestojmë këtë. Pse jo? Faleminderit në tapet të kuq ju uroj gjithkujt që punon dhe që ka një sukses. Unë arrita disi ta shijoj, sepse e kam dashur. Dhe pikërisht vendi i duhur, vendi që më bëri shumë kënaqësi dhe më dha jetë për të krijuar dhe për të vazhduar. Edhe për të vazhduar më tutje. Ju faleminderit zënja. Faleminderit edhe ju.